Operacioni në disa farmaci në Kosovë sekuestrohen 988 pako medikamente. Në Pej, Gjakov, dogana e Kosovës në koordinim të ngushtë me Agjencinë Kosovare për Inteligjencë ka realizuar një operacion të përbashkët kontrolli ndaj disa farmacive për të cilat kishte dyshime të bazuara për posedim dhe tregtim të barnave të kontrabanduara. Në kuadër të aksionit janë angazhuar 7 njësi operative prej të cilave një njësi ka kryer kontrole në territorin e Gjakovës. 6 njësi të tjera kanë realizuar kontrole në territorin e Pejës. Gjatë kontroleve të realizuara në disa lokacione janë evidentuar parregullsi lidhur me posedimin e medikamenteve pa dokumentacion përkatës dhe pa banderola fiskale, ndërsa në disa lokacione të tjera nuk janë konstatuar shkelje. Si rezultat i këtij aksioni janë sekuestruar gjithsej 988 pako medikamente për të cilat vlera e përafërt vlerësohet të jetë rreth 10 milion euro. Aksioni është zhvilluar në përputhje të plotë me procedurat standarde operative dhe paraqit një tjetër angazhim konkret të doganës Kosovës dhe institucioneve partnere në luftimin e kontrabandës, mbrojtjen e shëndetit publik dhe forcimin e sundimit të ligjit.